vetëm ty unë kam. Ja Rasul Allah, zemra të don, ja Habib Allah, jam betu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër e motra, mirë se keni ardhur në aktivitetin e përbashkët, aktivitetin ton të cilin e bëjmë prej sa vitesh, koncertin e Bajramit që organizon shoqata edukative Vllaznia dhe Forumi Rinor Islam Dega në Kumanov. Fillimisht do të kemi fjalime nga dy drejtuesit e organizatave, pastaj këndim të ilahive, pastaj do të kemi disa befasi, si tregoj tash për tash, po me kalimin e kohës do t'i shpalosim. E tash e ftojmë të parin, kryetarin e shoqatës edukative Vllaznia, Ajhan Abazin. E presim Eduard Trokitje që t'i nxejmë durt pak për ma vonë na duan. Assalamu alaikum. Të nderuar të pranishëm, të dashur, motra dhe vëllezër dhe ju fëmijë që e keni begatuar këtë natë, është një kënaqësi dhe nder i veçantë që sot të jemi së bashku në këtë koncert festiv për të shënuar një nga momentet më të bukura pas muajit të bekuar të Ramazanit. Pas një periudhe përkushtimi dhe solidariteti, kemi ardhur në këtë natë të gëzueshme të Fitër Bajramit, e cila na kujton rëndësinë e bashkimit, mëshirës dhe kujdesit për njëri tjetrin. Gjatë këtij muaji, si shoqatë Vllaznia, jemi përpjekur që përmes aktiviteteve të shumta të kontribojmë në begatimin e jetës sonë fetare dhe kulturore. Por mbi të gjitha të jemi pranë atyre që kanë më së shumti nevojë. Kemi realizuar 10 aktivitete, kemi shtrirë dorën e ndihmës për të varfërit dhe jetimat. Dhe kemi dëshmuar se solidariteti është një nga vlerat më të çmuara që na bashkon neve si shoqëri. Në këtë rast dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë donatorët, të cilët me zemërgjerësi kanë mbështetur çdo iniciativë tonë. Një falënderim i veçantë shkon edhe për aktivistët tanë të palodhur, të cilët me përkushtim dhe sakrificë kanë bërë të mundë realizimin e këtyre aktiviteteve. Pa ju asgjë nuk do të ishte në ashtu siç e kemi përgatitur për juve gjatë gjithë këtij muajit të beqashëm të Ramazanit. Në fund, më lejoni që nga zemra që uroj festën e Fitër Bajramit, uroj që kjo festë që sjell juve paqë, shëndet, lumturi dhe begati në familjet tuaja, ju dëshiroj gjithashtu që të kaloni çaste të harreshme dhe të paharrueshme gjatë këtij koncerti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum selam ve rahmetullah. Në vazhdim pra kemi kryetarin e degës së Forumit Rinor Islam Dega Kumanov, Mehmet Ali Limanin, me Eduard Trokitje të shumta. Cili është pak ftofta nxehtë, po më duket se nxehtë. Të nderuar të pranishëm, të dashur qytetarë të Kumanovës, rrethinës, vëllezër dhe motra. Eselamu alejkum dhe mirë se erdhët në mbrëmjen festive me rastin e Fitër Bajramit. Fitër Bajrami është një nga ditët më të bukura për besimtarët. Pas një muaji përkushtimi, agjerim, lutje dhe sakrificë gjatë Ramazanit, kjo fest vjen si moment gëzimi
falënderimi dhe bashkimi mes njerëzve. Bajrami është festë e zemrës, festë e familjes dhe festë e solidaritetit. E kjo mbrëmje festive që po organizojmë sonte në qytetin tonë është një mundësi e bukur që këtë gëzim të ndajmë së bashku me gjithë qytetarët. Sonte dua të potencoj se aktivitetet e Forumit Rinor Islam nuk janë vetëm organizime të zakonshme, por ato janë një mesazh. Prania jonë dje, sot edhe nesër në hapësirën publike ka një domethënie të thellë. Nuk është thjesht prezencë fizike, por prezencë me vlera, me kulturë dhe identitet. Realizimi i aktiviteteve në qendër të qytetit nuk është për të dalluar nga të tjerët, por për të bërë pjesë aktive e jetës qytetare. Një kombinim i besimit me qytetarin dhe identitetit me bashkëtesën. Ne nuk të rriqemi në periferi të shoqërisë, por përkundrazi kontribojmë në qendër të saj, ku sjellim mirësi, respekt dhe energji pozitive. Me këtë festë përmbyllim edhe aktivitetet e Ramazanit, aktivitete që u mundsuan fal punës së pandalur të aktivistëve, djemë dhe vajza me vullnet për të bërë ndryshimin për të mirë, shoqëruar kjo me ndihmën e bashkëpunëtorëve dhe donatorëve. Prandaj shfrytëzojmë rastin të lutemi sot, t'i shpërblej Zoti ata për kontributin e tyre, t'u ashtoj forcën dhe sinqeritetin në rrugtimin e tyre jetësor dhe ushtofshin djemt e vajzat që kontribojnë në të mirë të popullit tonë. Në fund, ju uroj të gjithëve festën e Fitër Bajramit, paqe, shëndet, begati dhe mirësi në familjet tuaja. Faleminderit shumë për prezencën dhe shpresoj të kalojmë sa më mirë. Asalamu alaykum. Siç e thekë edhe kryetari, ky aktivitet i koncertit të Bajramit, ashtu si edhe gjitha aktivitetet që kemi realizuar për gjatë këtij muaji Ramazan, do të ishin të pamundura pa ndihmën financiare të donatorëve tanë të respektuar, e të cilët janë firma ndërtuese Kemo Mateç, Europlast Gealan, Lisna Commerce, Pluska, APH Market, Sekom, New Vintage Huti, Selman Tourism, Muslim Market, Redon Pictures, Komuna e Kumanovës dhe Komuna e Likovës. Një dorëtrashitje shumë të madhe për të gjithë ata, edhe për juve po ashtu, që mos të nartëmi. E po ashtu pra një falenderim dhe mirënjohje për gjithë aktivistët dhe aktivistët e shoqatës edukative Vllaznia dhe të Forumit Rinor Islam për angazhimin e tyre vullnetar që e kanë bërë për gjatë gjithë këtyre 30 e sa ditëve. Një 2 minuta dorëtrokitje. Edhe pak. Edhe shpresoj që më tonë. Allah është problem. E tani vazhdojmë pra me pjesën kryesore të mbrëmjes së sotme. A jeni gati po? Dhe unë po. Të parin pra do të aftojmë në skenë, është këndimtari ynë i dashur nga Kumanova, e presim me shumë dorëtrokitje, Avni Nebiun. Dielli lind në përshëndet, çdo ditë tokës si faljet, nuk janë ditë që kalojnë, jemi ne që çdo ditë shkojmë. Nëse s'mundesh me ba mirë, mos bën keq se ke vështirë. Fjallët ma të mira le t'i themi, se sot jemi e nesër s'jemi. Mujnë e mëshirës ma falë qdo gjinna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitojmë shtrit, vizitojmë vjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Mujnë e mëshirës ma falë qdo gjëna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitojmë shtrit, vizitojmë tjetër, ndoshta s'jemi bashk
Ramazanin tjetër. Mos jam bil jetimit deren, mos ja tha jetën pran verës, kush e vret një zemër sot, nesër do t'kija i me vlat. S'mund të ndaj lutjen prej lotit, kujtoj fjallët profetit Zotit, ma le qabën rafsh me bav, se një zemër t'pa faj me vrëm. Mujnë e mëshirës ma falë qdo gjinna, ti më njefton mua i dashuri Allah. Vizitojmë i qtrit, vizitojmë i qtvjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Mujnë e mëshirës më falë qdo gjinna, ti më mjafton mua i dashuri Allah. Vizitojmë i qtrit, vizitojmë i qvjetër, ndoshta s'jemi bashk Ramazanin tjetër. Inshallah jemi bashk Ramazanin tjetër. Jam shqiptar me plis, zemrën plot iman, jam feja islame, sunnet e Kur'an. Kemi shumë armiq, si sot e si dje, gjithmon ju pengon, kombi me gjithë fe. Jam Kosova me Shqipri, jam besnike burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan. Më thojnë Shkupe Kumanov, Gostivari me Tetov, jam me vite gurbeqar, musliman e shqiptar. Jam Kosova me Shqipni, jam besnike burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan. Më thojnë Shkupe Kumanov, Gostivari me Tetov, jam me vite gurbeqar, musliman e shqiptar. Të lutem o Zot, mbrëmje agim, dërgo shumë rahmet mbi popullin tim. Ne jemi një trup, jemi një litar, në dërgo o Zot sa më pak. Jam Kosova me Shqipni, jam besnike burzotni, prej Prishtine në Tiran, në bashkon një ezan. Më thojnë Shkupe Kumanov, Gostivari me Tetov, jam me vite gurbeqar, musliman Kumanova. E falenderojmë Avnin Eviun për interpretimin e tij. Kërkojmë ndjesa rrohat i përmend pra ilahit muaj i mëshirës dhe jam shqiptar me ples. Të dytin me radhë kemi Zëbukurin nga Shkupi. E presim me shumë duar trokitje. Na fidan miftarin.
Me ilahit, lum kush ka vajza dhe për hajër o musliman. Fytyra pladrit alejhi selam, u adha një myshde, lum kush vajza kam, kush i ka tre vajza, i rit me islam, e fiton gjennetin, o ju musliman. Vajzat janë perde dhe penges nga zjari, janë ushqim për shpirtin, janë stoli si ari. Vajzat janë hedije, e ta shtojnë dashnin, dhe kur bëhen bia, ta zbukurojnë shpinë. Kush i ka dy vajza, çfarë shpërblimi ka, shtu i buzjequr, përgjigjen ja jep, edhe me dy vajza, fitohet gjennet. Vajzat janë perde dhe penges nga zjari, janë ushqim për shpirtin, janë stoli si ari. Vajzat janë hedije, e ta shtojnë dashnin, dhe kur bëhen bia, ta zbukurojnë shpinë. E mërzitur tjetra, ja Rasuli tha, unë që kam një vajz, a bëj pjes me ta, pejgamberi dashur, dhe asa i thot, edhe me një vajz, shpëton tjetrën bot. Vajzat janë perde dhe penges nga zjari, janë ushqim për shpirtin, janë stoli si ari. Vajzat janë hedije, e ta shtojnë dashnin, dhe kur bëhen bia, ta zbukurojnë shpinë. Zgjohu herët për sabah, merr abdes me bismillah, fal sabahun e bajramin, e plase shejtanin, shko te vllau yt, shko e mere ngryk, thuj të du o vlla, erdha bajram me ba, erdha me thon të du, bajramin bashk me gzu, për drekte unë me tftu, e bashkna me festu. Bajram, bajram, për hajro musliman, bajram, bajram, zohu o musliman. Sot ne po festojmë, Zotin e madhërojmë, dhe e falenderojmë, tekbire po këndojmë. Bajram, bajram, për hajro musliman, bajram, bajram, zohu o musliman. Të lumtur o Allah, të lutem me nabalet, knaqen vlla me vlla, mos t'ket ma fukara.
Me familje ti festo, fukarat mos i haro, zgjatja u dorën e mëshirës, mos ju ndaj të mirës, e ku shko nevoj, shko o vlla ndihmoj, jem shqiptar o vlla, Bajrami kështu e ka, tradita më e mirë, me kafe ëmbëlsirë, me prit mysafir, për hajro dashamir. Bajram, bajram, për hajro musliman, bajram, bajram, zohu o musliman. Sot ne po festojmë, Zotin e madhërojmë dhe e falenderojmë, tekbire po këndojmë. Bajram, bajram, për hajro musliman, bajram, bajram, zohu o musliman. Të lumtur o Allah, të lutem me nabalet, knaqen vlla me vlla, mos t'ket ma fukara. Bajram, bajram, për hajro musliman, bajram, bajram, zohu o musliman. Sot ne po festojmë, Zotin e madhërojmë dhe e falenderojmë, tekbire po këndojmë. Bajram, bajram, për hajro musliman, bajram, bajram, zohu o musliman. Të lumtur o Allah, të lutem me nabalet, knaqen vlla me vlla, mos t'ket ma fukara. E falenderojmë shumë vllahun ton të nderuar Nafidanin për këto emocione kaq të mira që na i përcolli. Vazhdojmë tutje, apo nërthi shumë ajo. Pak, ha? Okej. Veç sponsorëve që i përmendëm pak më parë, organizatorët kanë parapaç që disa prej tyre t'u japin nga një mirënjohje speciale këtu në këtë skenë për kontributin e tyre të jashtëzakonshëm që e kanë bërë. Për ta bërë ndarjen e këtyre mirënjohjeve, ftoj në skenë nën kryetarin e Forumit Rinor Islam në nivel republikan, Erdogan Kurtishin. Ndërsa sponsor të veçantë pra për aktivitetet e sivjetme në Ramazanin 2026, si sponsor medial kemi televizionin Festa. E përshëndesim me shumë duarrokitje. Faleminderit shumë për mbulimin e gjitha aktiviteteve tona. Iftarin e madh që i patëm, shpërndarjen e shportave dhe të gjitha ato, me të vërtetë ju jemi shumë mirënjohës dhe respekt për punën që e bëni. Faleminderit. Edhe një duartrokitje, duartroshitje. Se përmenda hiç deri sa tash. Vazhdojmë tutje. Autoshkolla Top Driver. E ftojmë në skenë një kompani e cila nuk do shumë fjalë për ta treguar se kush është, të cilët na kanë qëndruar gjithnjë dhe vazhdimisht pranë pa mendimin e tyre financare. Zoti ju shpërbleft dhe faleminderit shumë. Respekt për punën që e bëni, një duartroshitje po ashtu të madhe. Një troshit dur. Vazhdojmë tutje, fabrika për prodhimin e lëngjeve Fluidi M. E ftojmë në skenë një kompani e cila po ashtu ka nam të madh dhe të cilët po ashtu na kanë qëndruar prej kohësh, pra jo vetëm si vjet, po prej kohësh me ndihmën e tyre financiare. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft dhe ju dhënë edhe më shumë bereqet në punën tuaj. Ordinanca stomatologjike Doktor Vetoni. E ftojmë në skenë një ordinancë e cila së fundmi
Pra është bërë një emër i njohur në qytetin tonë dhe më larg, një vëlla dhe një mik i yni i cili po ashtu na është gjetur shumë herë dhe sidomos kohën e fundit me ndihmesat e tij financiare, kontributin e tij Zoti shpërbleft, një duartërpitje që të gjithëve. Tani ta bëjmë një ndërsa si sponsor general për kontributin e jashtëzakonshëm financiar dhe moral në realizimin e aktiviteteve të sivjetme, shpallim Alim Group. Një duartërpitje mjaft të madhe, do të vi përfaqësuesi i tyre Allahu Zenuni Ismaili. Allah është shpërbleft për punën e jashtëzakonshme që e kanë bërë, pra për kontributin që e kanë bërë për shoqërinë. Zoti shpërbleft që të gjithë. Ta bëjmë një foto të përbashkët, urdhëroni më përpara. Faleminderit shumë. Zoti ju shpërbleft dhe ju dhashtë edhe një herë pra të gjitha begatit dhe mirësit në jetë. Vazhdojmë tutje. Nduket u nxe pak. Mu po mdokët, se di. Mirë, e kuptova. Vazhdojmë pra tutje të tretin me radhë. Atë që e kishim edhe në fillim, ftojmë këndimtarin e mirënjohur nga Ferizaj, e presim me shumë duartërpitje Armen Beqirin. Me shumë, i cili do të interpretoj kësaj radhe ilahit selam të bëjnë trojet tona dhe për hajër Bajrami. Selam të bajnë troje tona ja Resulallah, sa m'ka marrë malli me t'pa ja Habiballah, shëmbëtyra ma e mirë ja Nabi Allah, ja Rasul ja Habib ja Nabi Allah. Dashurin në zemër e kam, si kur unë askush nuk të do. Veç njëherë me syme t'pa, lumbafsha për ty Resulallah. Veç njëherë me syme t'pa, lumbafsha për ty Resulallah. Selam të bajnë troje tona ja Resulallah, sa m'ka marrë malli me t'pa ja Habiballah, shëmbëtyra ma e mirë ja Nabi Allah, ja Rasul ja Habib ja Nabi Allah. Krejt ummeti ty të pason, e gjithë bota folin mirë për ty, emri të zanin e jeshon, vepra jote është sunneti jon, emri të zanin e jeshon, vepra jote është sunneti jon.
të bajnë troje tona, ja Rasul Allah. Sa m'ka marrë mali me t'pa, ja Habib Allah. Shëmbëtyra ma e mirë, ja Nabi Allah. Ya Rasul, ya Habib, ya Nabi Allah. Selam ken ga kumanova, ya Rasul Allah. Sam kamar mali met pa, ya Habib Allah. Shëmbëtyra ma ya Nabi Allah, ya Rasul, ya Habib, ya Nabi Allah. O hugzu kjo zemër edhe maluba, o sa shumë në gëzove i madhi Allah. Plot mirësi si drita ti Allah në i fale, e këtë shpirtin ton ti pa fund e gëzove, ti pa fund e gëzove. Plot mirësi si drita ti Allah në i fale, e mirësit e tua dajneve si ndale, dajneve si ndale. Për hajr bajramin po e bajnë, prej gëzimit krejt me lot po qajnë, Allah veç ti zemrën na e gëzon, pa fund shpirtit falenderon. Allah veç ti zemrën na e gëzon, pa fund shpirtit falenderon. Lutjen na e pranove, me t'mira na ke ba, shpirtim ti na gëzove, aman ja Allah. Me t'mira na bane, jetën në ndryshove, e këtë shpirtin ton, ti pa fund e gëzove, ti pa fund e gëzove. Me t'mira na bane, jetën në ndryshove, e këtë shpirtin ton, ti pa fund e gëzove, ti pa fund e gëzove. Për hajr bajramin po e gëzojmë, prej gëzimit krejt me lot po qajmë, Allah veç ti zemrën na e gëzon, pa fund shpirtit falenderon. Allah veç ti zemrën na e gëzon, pa fund shpirtit falenderon. Për hajr bajramin po e gëzojmë, prej gëzimit krejt me lot po qajmë, Allah veç ti zemrën na e gëzon, pa fund shpirtit falenderon. Allah veç ti zemrën na e gëzon.
Afun shpirtit falenderon. Faleminderit shumë i nderuar. Të ardhurën me radhë kemi një zëmbël tjetër nga Kumanova. E presim me shumë duar trokitje. Nderim Alimin. Ishte një njeri i mirë me një shpirt të mbëlsirë, kur i shkonim për vizit me buzëqeshje krejt tuj prit, e imani bën të drit, i shkëlqenin të dysit, tuj badhikër natë e dit. Plot me shije çdo shaka, edhe në to gjenim dua, gjenim si me plot kuptim, që largonim çdo dyshim, ishte ro plot besim, me taku ishte bekim, i pajtu me çdo caktim. E kem pyet një ditë si sot, si ke punt me t'madhin Zot, qeshi pak dhe pastaj tha, unë jam roba i është Allah, qysh me i pasun ato pun, kur s'po bahet qka them unë jam robe a i është Zot, krejt po bahet qka po thot. E kem pyet një ditë si sot, si ke punt me t'madhin Zot, qeshi pak dhe pastaj tha, unë jam roba i është Allah, qysh me i pasun ato pun, kur s'po bahet qka them unë jam robe a i është Zot, krejt po bahet qka po thot. Robi Zoti zemër bardh, për çdo sprov që i ka ardh, i ka than mirë se po vjen, kur e di se kush po t'bjen, kush jam unë që me ju ndali, madhi Zot ty qofsha fal, o Allah të qofsha fal. Ku kam si më të mirë në jetë, se ta kuptosh një të vërtet, ku ka gjendje më të mirë, se me pas shpirtin e t'lirë, kur e njeh vetën kush je, lumturi në zemër ke, lumturi në zemër ke. E kem pyet një ditë si sot, si ke punt me t'madhin Zot, qeshi pak dhe pastaj tha, unë jam roba i është Allah, qysh me i pasun ato pun, kur s'po bahet qka them unë jam robe a i është Zot, krejt po bahet qka po thot. E kem pyet një ditë si sot, si ke punt me t'madhin Zot, qeshi pak dhe pastaj tha, unë jam roba i është Allah, qysh me i pasun ato pun, kur s'po bahet qka them unë jam robe a i është Zot, krejt po bahet qka po thot. Pa janda, mos e man nga kjo dynja, pa tha la ilaha illa Allah. Allah, kur të nisem unë të këti, t'jesh i knaqur ja Rabbi, unë nuk njoh tjetër dashni. Sa her që marrë frymë, o Zoti më bekon, sa her të haroj, ti ku nuk më haron, sa herën për ulen, ma throhem drejteje, të miratë e tua, Zot nisen drejt meje. Allah, po të lutem pa janda, mos me marr nga kjo dynja, pa tha la ilaha illa Allah. Allah, kur të nisem jesh i knaqur ja Rabbi, unë nuk njoh tjetër dashni.
pendohem, falje të kërkoj, e ndje që ti më fal, e unë se meditoj. Ja Rabi të dua, e di kam gabime, fale dhe uzoje, shkretën zemrën time. Allah, po të lutem pa janda, Musliman nga kjo dynja, po tha la ilaha illa Allah. Allah, kur të nisem unë tek ti, ti shiknaqur ja Rabbi, unë nuk njoh tjetër dashni. Allah, po të lutem pa janda, Musliman nga kjo dynja, po tha la ilaha illa Allah. Nuk njoh tjetër dashni. Nëse ju kujtohet vitin e kalum, ka pas shi, edhe ftoft. Si vjetë veç ftoft, që që jemi në fitim. U dasht me do artrogit pak se më... Okej. E dash e kemi një quiz shpërblys. Pyetjet nuk I kam bo me ChatGPT po vet. Ju betohem. Do me thonë na duhen 10 veta të moshës 10, 11 ose 12 vjeçare. Mundësisht I bojmë 5 djemë dhe 5 vajza. Hajde ti. Prit, ka një nga një. Hajde në erë ti, vajzo. Hajde një do artrokiti për Tuonën. Tuonë si ke imrin? Prit në erë, prit ti. Tuona. Tuona ke imrin, a? Apo në erë? Jo. Zjedhe një... Okej. Zjedhe një numër prej një dënd... Apo vjen dikush me zarfat qëto? Ashtu pra, në qëto zarfa ka pare. Me mujt një për mu... Po bëjmë një më shofin. Ton, zgjedhë një numër prej 1 deri në 10, një pyetje. 5. Numri 5. Numri 5 po thot: prindrit e Fidanit kanë 3 fëmijë. Dardanin, Burhanin dhe Fidan. Një do artrokiti për tonë, bravo tonë. Zgjedhë një zarf. Qele. Te është një dhuratë për Bajram, një dhuratë e vogël. 500 denar, bravo, bravo. Prit që do tonë, hajde tjetra. Si, hajde qëtu. Si kemrin? Inara. Inara, një do artrokitje për Inarën. Apo nërë paka shumë. Bravo. Sa vjeçare e? 11. Ti tonë se harrove me të pyt? 10. Bravo. Zgjedhë një numër. Prej 1 deri në 10. Okej, 10. Nëse dëgjojmë mirë, nëse I ke 10 molla dhe ja jep gjysmën shoqës, sa molla ngelen të ti? 5. Gjysë? 5. 9 gjysë? 9 gjysmë. Mi të artrokiti për Inarën përgjishë është se gjysën, do me thonë, nëse ja jep ngelin 9 gjysë. Zgjedhë një numër, një zarf. Hajde tjetra. Po, hape. Prit pak. Tregoj poplit. 500 denar, bravo një do artrokitje për Inarën. Nisi e kemrin? Ilma. Ilma sa vjeqe? 10. 10, a? A janë tuat krit? Po. Bravo. Cili numër nga 1 deri në 10, 5 dhe 10 janë të harxume? Numri 1. Ku jeton ariu I bardh polar? A e di dikush? Jo. Mal. Në mal. Një dhe artrokitje, bravo, përgjigja është. Mujnë me thonë që e sakë.
një dhuratë për shpërblim. Dyqet denarë. Bravo. Po, hajde. Hajde. Si ke emrin? Ida. Ida, sa vjeç je? 10. 10. Cili numër? Numërin 2. E pak pyetje e rënda shumë e bo. Cila është ngjyra e kundërt e ngjyrës kaltër? Ta them edhe një herë? Cila është ngjyra e kundërt e ngjyrës kaltër? Kuqe. Ngjyra kuqe? A është ta? Po thojnë, bravo, hajde ta ke një, me dorën e gjatë, me gjatën. Bravo. Beri një zarf për shpërblim. Zgjedhë një zarf. Hape. Dyqet denarë, një duar trokitje. Bravo, hajde. Si, shoqit kusht e kia? Bravo, si e vatimin e ti? Hareja. Hareja, sa vjeç? 10. Bravo për Harejen. Harej, zgjedhë një pyetje. Cilat janë dy festat në Islam? Bajrami dhe Ramazani. Pritë veç pak se... Edhe një? Bajrami dhe Ramazani. Shkyje veç gjysën e zarfit. Fitër Bajrami dhe Kurban Bajram. A, është pra, një duar trokitje. Se e habet, atë habetën ato, bere një zarf, jo gjysën, të plot. Hajde ti bukurosh. Hajde, a kisë shumë stresa pak. Si e ke emrin? Astrid. Astrid, bravo, një pyetje zgjedhe. Pyetja 3. Kush është kryeqyteti i Kumanovës? Kryqëteti. Shkupi. A Shkupi? Çerkezi. Një duar trokitje, bravo për Astridin, bere. Një duar trokitje për Çerkezën. A ka Çerkez Ali këto? Pas ka shumë. Ti veta? A, po Astridin ka në konë Çerkez Ali. Bravo Astrid. Bravo. Okej, hajde tjetri. Rri këtu. Këtu, më shkon Çerkez, rri këtu. Hajde ti bukurosh. Upa, më fal. Një pyetje zgjedhe. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Njënën zgjedhe. Numër 9. Cili është pejgamberi yt i preferuar dhe pse? Pejgamberi i preferuar është Muhammed alayhis salam. Sepse ai ka zbrit Kur'anin. Ashtu pra. Faleminderit nimove, do të thoshte. Vere një zarf. Hajde tjetri edhe tre na kanë mbet. Hajde. Menar. Menar, si e ke emrin? Menar. Sa vjeç je? 8. Ut. Cilën bezidhmi 6, 7, 8. Ka dalë bubini mbrapa. 6. Sa duhet, ktheu ka populli, sa duhet të lexojmë brenda ditës? Shumë. A është e sakt? Po, bravo, një dorë trokitje, bravo. E qëlloj, shumë tha. Bravo. Hajde, një dorë trokitje për këtë bukuron shumë ta kenja me dorën e gjatë. Bravo. Si ke emrin? Alma. Ombra? Alma? Sa vjeç i ki? 5. Bravo. A për në thu një vjersh? Po, një vjersh. Bashkë e thojmë, një. Autobusin. Hajde. Autobusi. Autobusi. Hajde një dorë trokiti për Almën, bravo. Zedhe një. Leje më se qelë heq, leje.
Shata këtë shkrujt. Hajde tjetra. Si e ke emrin ti? Zera. Bravo Zera, cilën? 7 ose 8? Pyetja numër 7, koncentronu a? Për çfarë shërben acidi dezoksiribonukleik? Eron pëka. Shërben për shumë gjëra. Ashtu pra përgjigja është e saktë, vere zarfin. A e di dikush? A e di? Hajde tjetri. Na kam bet veç pyetja numër 8. A i gati? Ne na tregoj emrin edhe sa vjeç je. Ismet Brahim. Ismet, jam 9 vjeç. Bravo Ismet. Pyetja për ty thot, çfarë do të thot fjala interesant? Qysh? Pakeron. Pakeros. Çfarë do të thonë fjala interesant? Jo, valla Interesant. Ashtu pra përgjigja është e saktë. Bene një zarf. Okej, a kemi halo kandidat? Dhe dy, a? Hajde. Husna, si e ke emrin? Husna. Bravo. Sa vjeç je? 10. 10 vjeç. Cila është vetura më e mirë? Për mu? Po për ty. Tesla. Tesla. Oh, bravo, një të artrokitje për Nikola Teslën. Mere zarfin. Bravo për Husnën. Edhe e fundit, hajde bukurosh, si ke emrin ti? Ajan. Sa vjeç je? 10. A janë për shkak se s'kemi pyetje, ti do ta recitojsh dhe një dovë. A zë dhe një prej qytynve. Kush është, qeqe, e gjetëm, kush është kryeqyteti i Shkupit? Qairi. Qairi pra, ashtë. Vere zarfin e fundit. Edhe le të qëndrojnë bashkë fëmijët këto. Një do artrokitje shumë të madhe pra për këta fëmijë. Shpresojmë që nesër do të bëhen nxënës të mirë pra. Që kujdes vetë sport zone, kujdes. I ftojmë në të njëjtën kohë dhe këndimtarët Avnin e Bion, Armen Beqirin, Nafidan Miftarin dhe Nderim Alimin, me të cilët pra së bashku, po ashtu edhe me të gjithë juve, do t'i këndojmë salavatët dhe tekbiret dhe ati lahin për Bajramin. A jemi gati krejt ajo? Besoj që s'jeni të njërth mo. Okej, orno. Hajde no. Bes. Armen, hajde më kjo, zash. Hajde, një shumë të bora. Një shumë të bora, qa është. Ka dalë, vesh? Në dojnë. Të Bajramit, bus qeshtira e muslimanit, sot kanë gzim bota islame, knojnë Kur'an e frasime zane. Gzo muslimane, sot festojnë bukrin Bajramen. Gzo muslimane, sot festojnë bukrin
uron bajrami për shumë vjetë. Gjithë bashkë. Zohu, zohu, muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Zohu, zohu, muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Ramazanin me plotë gatire, e përcollën me krenarie, me ibadet e dhikër Zotit, kalojnë ditët e motit. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Çdo shtëpi të muslimanit shtrohet sofra e bajramit. Përshëndet vëllane vete, uron bajramin për shumë vjetë. Edhe ja gjithë bashkë. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gzohu, gzohu, muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd. Allahumma salli ala Seyyidina Muhammedin النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ju falenderit shumë. Faleminderit shumë të gjithëve, Zoti ju shpërbleft. Zoti ka vull Ramazanin dhe kalofshi mirë për festën e Bajramit. Selamun alaikum.